Forcat të shtuara policore kanë rrethuar stacionin policor në Bitpazar, pasi që vetëm disa metra larg nga ky vend, të shtënat e armëve prishën qetësinë e kalimtarëve të rastit dhe shitësve. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme siguruan perimetrin për kryerjen e hetimeve. Nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë konfirmuar ngjarjen dhe kanë njoftuar se përleshja ka qenë mes dy grupeve dhe se në përleshje kanë marrë pjesë 6 persona, nga ku një person ka mbetur i lënduar dhe i njëjti është dërguar në qendrën emergjente në klinikën Nën Tereza. Në vendin e ngjarjes janë gjetur numër i madh i gëzhojave dhe janë dëmtuar edhe disa vitrina nga xhami nga objektet përreth, po edhe disa vetura të parkuara aty afër. Në vend ngjarje kishte mbetur edhe një motociklet që dyshohet se është përdorur nga të përfshirët në përleshje. Jo zyrtarisht, mediat kanë raportuar edhe për një person të vdekur, të cilit për më tepër ja kanë zbuluar edhe identitetin. Theksohet se personi që ka humbur jetën në këtë përleshje të armatosur është 30 vjeçari nga fshati Harracin me iniciale AS.